Dhe jemi rikthyer këtu dashur me pjesën e fundit të këtij emisioni, ku do të flasim pra më gjithësisht për horoskopin. Zakonisht kur flasim për shenjat e horoskopit është një farë fokus dhe një farë vëmendje që kur të pyesim për to karakteristikat e shenjave, këto gjitha ka persona që janë kategorikisht kundër horoskopit, nuk i besojmë, por që unë edhe kjo mikja ime këto nga Kanal 10, të cilën të flasim edhe më gjithësisht, i kemi goxha për qefi këtë pjesën e horoskopit dhe nuk më dhe që jemi të vetëmet. Është Fjolla Bajraktari, Fjoll, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes e Arta, knatësi. Fjoll, besoj që nuk jena të vetëmet që na pëlqen horoskopi realisht. Ka goxha shumë njerëz cilët janë, domethënë, ta apasionuar mas horoskopit dhe kjo është shumë e vërtetë. Unë mendoj që gjithë kisha thonë, veç do janë që nuk e pranojnë kështu shumë ashiqare. Ama kur vjen puna për me folë për shenja, karakteristikat, me njerë të vesin, kjo shenjë, çka e karakterizon këtë shenjë, është shumë e çuditshme, se është një farë lloj, se nuk mund ta them ndoshta si smundje është, pasi secilit person në cilën e pyet kur i ke ditëlindjen, menjëherë den se jetu e pyet për shenjën e horoskopit dhe thotë e për këtë datë, çka thojnë, çka komendohet, a vjen në kritikën kurështar sa i përket kësaj pjese. Fjoll, sot kemi me folë për horoskopin javor, për muajin janar, por për gjitha këto me çka pjanisim më talot lindor. Është rëndësishme me janis masi jemi tek data 20 janar, pja fillojmë mas pare me horoskopin e ditës së sotme, pastaj kalojmë tek pjesa e horoskopit të përgjithshëm që është domethënë për vitin 2026. Okej. Talo ty tash, ne jemi këto, në krejt që ka mujme të ndimu këto, është me të tregu për shenjat e këtyre, kemi sot 3 kameraman në studio, edhe kemi folë edhe për Lorentin, edhe për Preken, edhe për shkëlqimin, për të gjitha një nga një kështët kemi me i diskutu qka se janë goxha punëtor, vlen të kësot pa tjetër. Okej, po fillojna me shenjën e dashit. Dashi mund të të ndohesh, të kënaqesh me pothuajse gjithë shka tani. Sot i dëshiron të gjitha, do të dukesh bukur, të të thonë se je personi më ma gjeps në botë, të të adhurojnë, të të çmojnë dhe mbi të gjitha, do të doje të ndjeje se personi që të ndjek me kaq zell e të dashuroj vërtet. Sa i përket shenjës së demit... Fjoll, dash kena është Lorenti dhe shkëlqimi, apo? Apo Lorenta e këtë ti dash, apo? Edhe Driloni është dash dhe me thonë, sot vinë, kameramana paskom shumë, 3 për kameramana i paskom në dash, e horoskopit, okej? Edhe ka edhe shenja tjera, po që nuk puna kujtojnë. Jo, me ren, ti përmeni unë e tash kur të vishë të shenja tjera. Unë e tregoj qka dhe ti i përmenë se të ti kena në punë. Okej, kalojna tek Demi. Demi po thot për ditën e sotme që do të impresiononi të tjerat me ide tuaja. Të tjerat janë mësuar me qasjen tuaj imagjinare. Surprizojni duke demonstruar një anë tuajën që rallë e shprehni. Anën tuaj të bazuar dhe një pjesë të ndjeshme tuajën. Kjo do t'ju sjell pika të mëdha në vendin e punës. Shenjën e Demit? Në dam duke s'kemi. Si ja kemi dam? Jo, kemi dam veç na nuk me dina. Që nuk i kina në hak dikujt për stafit, po jo me dira. Krejt shenjët e horoskopit i kena në punë. Po veç që po na unë gatronë kështu kuve të fundet. Tek shenja e binjakëve, kujtesa juaj do të jetë jashtëzakonisht e mbret sot, nëse keni nevojë të studioni për një provim që lidhet me punën. Tani është koha për të përqendruar në libra dhe për të studiuar. Përvetësimi dhe mbajtja mend e fakteve do të jetë më e fortë se sa zakonisht. Binjak art, binjak Blerina, edhe? Jo, binjak s'kena të tërkon. Se kena kërkon, okej. Jo, veç Blerina është binjak. Ani, okej, ditë e mirë për Blerina. Në përgjithësi deri tash, deri prej dashit, deri tek shenja e binjakve, pat fjalë të mira, që ka beko një ditë shumë e mirë, tash vazhdojnë të shohëm. Kalojna te gaforja. Duke filluar nga sot, komunikimi midis jush dhe njerëzve me të cilët punoni do të jetë shumë më i fortë se zakonisht. Ky trend i mrekullueshëm do të vazhdojë për disa javë. Zakonisht duhet të jeni të sigurt që të përdorni këto të mira në avantazhin tuaj. Shenjën e gaforës? Artani të nisti është gafore, kështu që Artani besoj që nëse për atë gjën, më duket ka qenë gafore edhe të shajat më fatlume. Gjatë vitit 2026. Kër kemi pasir në fundit ka qenë në regji Artani, kështu që besoj që me thunë për Artanin që është shpirti kështu i kanardhet, që gjithë ka diçka disa sëqarime. Edhe ka qef shumë, sidomos me mu me debatu kështu, më ka për shefe.
Kalojna tek shenja e Luanit. Përpjekja për të nxjerrë informacion nga të tjerët nuk do t'jetë e lehtë sot. Do ta gjeni veten duke kërkuar për një kohë të gjatë përgjigje që dëshironi. Po për fat të keq, ato nuk vijnë pa rezistencë. Jeni të duruar në vend që të këmbgolni. Tek pjesa e Luanit, këne kena Luan? Luan nuk ka. Kushtrimi është kushtrim Sadiku, kështu prej stafit, dikush tjetër jo. Me dije jo Luan. As mu nuk është më kujtu. Jo, nuk kemi Luana tjerë. Jo, nuk kemi. Vazhdojna tek shenja e Virgjëreshës. Ide që ju vinë në lidhje me pasurit e paluajtshme ose shtëpin, ka gjasa të jenë pikërisht për ju. Informacioni në lidhje me këto tema është i rrallë. Mund të keni sukses të jashtëzakonshëm në këto fusha, qoftë ndërmjet punës apo investimeve. Domethënë sot për Virgjëreshat ka koqa një ditë e mirë me investu, sa i përket parave. Preka është që është në studio? Qësh po thu Prek? Nuk Preka po thot në fakt Prek se nuk po do këtë Preka merës. Preka është dhe kamermani jone, ama po thot nuk ka pare Preka. Shbe Prek, nuk ka pare për investima. Kemi edhe Virgjëresha tjera. Një me dhe Lorenti Ndale që e përmeni së është Gjakovar, do më thonë. Është Gjakovar, po, prej Karaqin e kemi Gjakovar. Nashta dhe për sakta, Gjakovar zakonisht edhe kur kanë, thonë që nuk kena, mos e para gjykoj për Preka. Vesh për Prekën ekstra. Për ndryshe pak shako se nëse flasim për Gjakovën, mendoj që janë më mikpricat Gjakovart, ndonë se thonë vazhdimisht, po për Gjakov, unë jam e mendimit që janë më mikpricat. Edhe soj përket kësoj, ka edhe tjerë Virgjëresha, është edhe Arjani, është Ernisi, kush është tjetër Virgjëresh në staf? Edhe Arjani është koha për investime. Arjan, nëse përna dëgjon s'ti ki qef zakonisht mu zgjuheret, nëse është koha për investime, sot e ki investimin e radhën. Okej, po vazhdojnë ata tek... Se Preka nuk i pas ka punë sot, plus Gjakovar, plus... Po vore. Apo vazhdojnë tek pjesa... Në kohë për emision. Apo vazhdojnë tek shenja jonë. Të shumë kështu, a hecë po të vjenë kështu kuriozitetit nuk po të ngjallat me ditë për shenjën tonë, se që ka me ndodha? Për këshore. Se ko gja shumë ndale tek pjesa e shenjës e Virgjëreshës. Po, se Virgjëresha e kom Prekën, kamermanin më të preferum. Sot unë menoj thashë ma herët, investim ma i madh është që Preka ka ardhur në kohë në emision më gjensë. Nashta për këtë investim e ka pas fjallin edhe horoskopi. Okej, vazhdojnë tek shenja jonë, shenja e Peshorës. Ju dhe partneri juaj ardë, kështu me fillimja ka fillu. Jo se kena bo me full line. Në horoskopi po thot. Ju dhe partneri juaj mund të jeni të zhytur në vendimin se si ti shpenzoni para tuaja. Kjo është koha ideale për të bërë pak kërkime mbi llojin e produktit që dëshironi të blini, se dhe për të kërkuar ofertat më të mira. Nëse kaloni pak kohë duke përcaktuar se çfarë dëshironi, të dy ndjeni shumë të kënaqur me atë që merrni. Kështu për këtë shenja veç neve na boni çeft, nuk e kuptova çet pjesë. Po më duket për neve që jena single nuk pas ka kurrë për sot. Jo, valla, po të ju dhe partneri juaj mund jeni zhytur për me marrë vendime dhe ato që dëshironi të bleni. Na zakonisht gjithë kena qef me ble diçka, po nuk ke fjala dhe s'ka të bëj me partnera këtë. Po kalona tek pjesa e shajës së Akrepit. Komunikimi me të tjerë do të jetë i qartë dhe kurioz njëkohësisht. Do të jeni në gjendje ta shprehni pikpamjen tuaj më shumë. Ndërsa nga ana tjetër do të ketë më shumë përpjekje. Shkruani raporte, bëni telefonata dhe dërgoni emaila. Egzona. Për çata e ceka. Çdo lloj komunikimi është shumë i favorshëm për ju. Po mdoko që sot ko ka dita kështu krejt mi pas komunikimet e mira, do më thonë sa ma shumë komunikoni gjithë shenjat e horoskopit, edhe mos i leni ato gjanat peng m'ju mundum brenda. Tek shenja Akrepit përveç Egzonës, nuk e dija e kena najkon tjetër? Akrep, jo, s'kena Akrep tjetër. Egzona është edhe Sara Shehu. Sara, po. Okej, kalojna tash tek shenja e Shigjetarit. Një komunikim i ngrohtë dhe i dashur mund të vijë sot nga një mik i vjetër ose partner romantik. Akrep, kjo
e pas ka ngatru që zakonisht shigjetari dhe akripi ka një lidhshmëri, ndoshta edhe që janë afër muajit. Për shigjetarin kem të folja? Po, për shigjetarin ato fol. Kërë ke përmen. Jo, këto e ka ngatru, do me thonë, vetë faqja, amo e kanë një lidhje shumë të madhe akripi edhe shigjetari, për që atë arsye, ndoshta janë edhe afër njëna tjetrës. Shigjetari kjo mund të jetë pika kulmore e ditës tuaj. Një i afërm ose fqin më i vjetër do të vinë në derën tuaj, duke kërkuar këshilla për fëmijët. Zakonisht, nëse keni fëmijë në shtëpinë tuaj, mund të jenë shumë frymëzues në këtë kohë. Shigjetari kena veganin, ama veganin këtor është flejt, kështu që edhe me ardhë dikush me kërku diqka flejtër. Jo, tha, një komunikimi ngrohtë edhe kur qohet vjen me njëherë në punë, kështu që nuk... Një komunikimi ngrohtë, tha, komendodhë, ndoshta nga një mek, nga një partner romantik, kur si djetë? Benard, po të diqka se nuk po të dëgjojna, mund të jarë në transmitim më një Benard të besoj. I kemi fjolla e tjetra se... Okej, vazhdojna. Shenja e bricjapit. Familja me qëtë mund të mblidhen për një takim në shtëpinë tuaj. Në një moment të caktuar, prisni një telefonat emocionuese. Bricjap, duhet të dini që të jeni mjaft të sigurt në marrëdhënie që po i krijoni me të tjerat, nga partneritetet, bizneset, tek miqt e ngushtë e partnerët e dashurisë. Tek pjesa e bricjapit, kone kena bricjap? S'kena bricjap. Jo, po, pas kam. Arlinda është bricjap. Na po, Arlinda. Arlinda. Jene dhe kalu me që nuk na është kujtu. Se po komunikojnë diçka karmana të jam shumë kuriozë dhe me disë dhe mos kur flasin këta. Benard, ti mund është me na të tregu që ke ndonë. Se ka ardhë dhe shefi këto. Apo kaluna tek pjesa e shenjës tujoret. Një mik i ngusht ose i dashur mund të ndojë një sekret me ju sot. Ju vetë mund të ndjeni të frymëzuar për të punuar në një projekt krijues. Megjithse anët negative mund të janë prezente, vazhdoni të punoni për një kohë të gjatë, e cila nuk do t'ju lodh as pak. Tek pjesa e ujorit, kjo pas ka të bëjë ma shumë me punën, me projekte. Do më thonë, unë që shepash, ke pjesa e partnerve dhe partnerve romantik, ke veç të shigjetare dhe të peshorja. Hajde, fjolla, vazhdojmë të peshku se jam shumë kurios, janë mirora dhe në të gjithë. E bukur mes dy shenjave të peshorës edhe të shigjetare. Shigjetare dhe peshorja. Është arsyeja se janë dytë kërkojnë, dhe me thonë, me eksploru vende treja, janë dy shaja sharmante shumë, edhe dy shaja shumë energjike. Nështë edhe kjo është arsyeja. Okej, kalojnë edhe tek shenja e fundit e horoskopit, e cila është peshqit. Dikush që jeni prej kohësh, por që nuk e keni parë për një kohë të gjatë, mund të kthehet pa pritur. Ai ose ajo mund të marrë pjesë në një aktivitet shoqëror, ose do ta vizitoj familjen tuaj. Miqësitë dhe lidhjet në grup mund të jenë mbështetëse dhe të kënaqshme, ndërsa tani duheni të ndjeni mjaft të sigurt me to. Do më thonë për peshqit pas ka veç këto aktivitet shoqëror. Me peshqit çdo ditë kam punë. Mirora Benarit janë regjit dytë peshqe. Arbeni peshk edhe shefi tjetër që kemi edhe në studio për që di. Roni është shef edhe peshqit po anive Benarit miror, Roni nuk dëgjohet, po jo juve ju një. Ma shumë ka të bëjmë me familjen, me aktivitetin shoqëror, jo Benard, I'm sorry. Përkushton një familjes për ditën e sotme. Okej. Do më thonë për shenjat e horoskopit gjatë ditës e sotme e përfundum, mundemi me kalu tek shenjat horoskopi vitit 2026, vit i vendimeve, kthesave dhe shpërblimeve. Po startojna si gjithmonë me shenjën e parë të horoskopit, e cila është shenja e dashit. Viti 2026, për të qeni sinqert, po fillon pak nga dalë. Qoftë sepse keni një krizë të vogël për të kapërcyer, apo sepse ato do të kenë disa vendime për karjerën, të cilat nuk janë gjithmonë të lehta. Dy javët e parë të janarit paraqesin disa kufizime. Sa i përket ndjenjave tuaja, megjithatë gjërat e reja mbrin herët, sepse që në Mars Venusi kthehet në shenjën tuaj dhe do të jeni në gjendje të bëni diçka më shumë. Nëse flasim në përgjithësi, nëse flasim për karjerën, për emocionet, për ndjenjat, atëherë mund të them se gjysma e parë e vitit për shenjën e dashit është një reflektim. E dyta është veprim dhe shtrëngim. Në pranverë mund që duhet të bëni disa sakrifica.
ndoshta duke hequr dorë nga një program apo projekt që ju intereson, për të krijuar vend për prioritete të reja. Nga kjo perspektiv, ju e njeni jetën më mirë. Ju e dini se sa shumë çdo hap kërkon angazhim dhe përkushtim. Dhe jeni të vetëdijshëm sa asgjë nuk jepet pa arritur një rezultat këmbguljes. Ata që kanë probleme ligjore ose financiare ka të ngjarë të mos marrin përgjigje deri në korrekt. Në përgjithësi, është një vetërritjeje, konsolidimi progresiv dhe pjekurie profesionale e emocionale, në të cilën rezultatet më të dukshme do të shfaqen në të arsi më të madhe, veçanërisht pas verës, duke vazhduar gjatë vjeshtës dhe duke u realizuar plotësisht në fillim të dimrit. Pra këto kanë edhe disa karakteristikat për shenjën e dashit gjatë vitit 2026, Orta? Okej. Po vazhdojna me shenjën e demit. Do të përjeton... Puna unë me thonë puna më e vështirë që është me komuniku me kameramana dhe me regji. Se veç kërë është e vetën transmitim. është shumë e vërtet. Në këtë rast me Lorentën edhe me Benartin. Ama unë e kësha pas qep me pasë një kamerë nga këj këndi dhe mi përcjell pak edhe kamermana. Po. Se po më duke që po e shijojnë ma shumë se që dohet e kështu... Po e shijojnë ma shumë se që dohet atmosferën. Po, horoskopi. Okej, po vazhdojnë tek shenja e demit. Do të përjetoj një vit shumë të rëndësishëm. E them këtë sepse ka planete të rëndësishme në lojë, veçanërisht midis janarit dhe qershorit. Dhe nuk do t'ju duhet të prisni shumë gjatë për të parë rezultatet. Janari në 2 javë të para imponon zgjidhje, rregulla të reja që, sidomos për ata që janë sipërmarrës ose duan të kryejnë kërkime tregu, është shumë e rëndësishme që janari që të ketë një rikthim pra për të kuptuar drejtimin e tyre, duke kërkuar vëmendjen më të madhe në sferën profesionale. Nga pikpamja financiare, pra duke filluar nga korriku, do t'ju duhet t'i përkushtoni më shumë vëmendje. Shkurt mund të them se pjesa e parë e vitit duhet studiuar më kujdes për shkak se planetet të cilat janë orientuar më së miri, do më thonë i përkasin pjesës emocionale dhe pjesës dashurisë. Iniciativat më të rëndësishme do të kenë edhe si bashkëpunëtor pra gjatë pjesës së dytë të vitit 2026 për shenjën e demit. Kalojmë tek shenja e binjakëve. Është një vit vendimtar që ka nisur fuqishëm. Pasi nga gjysma e dytë e janarit, kemi tashmë një përqendrim të mirë të planetësh në favorin tonë. Duke arritur kulmin rreth datës 28. Pra për binjakët data për blerinën, sidomos data 28 janar është një datë kogja vendimarse, sipas horoskopit. Të mos harrojmë se Saturni do të jetë aktiv nga mesi i shkurtit dhe Jupiteri do të jetë i favorshëm nga korriku. Shkurt kushdo që ka një ide të mirë për ta bërë për ta futur në përdorim, ky vit 2026 do të jetë viti ku burimet, shtesat, varësitë, sigurisht nga aktivitetet tuaja aktuale do të kenë mirësi, pra do të kenë shtyerje shumë të madhe nga planetet. Nëse po mendoni për dashurinë dhe doni të bëni një hap të madh drejt bashkëjetesës, martesës apo lindjes së një fëmijëve, dijeni se vera nga kjo perspektiv do të jetë padyshim sezoni më i mirë. Gjithçka është në duar tuaja, por yjet do t'ju ofrojnë disa momente shumë interesante për të përfituar. Kalojna tek shenja e gaforës. Lajmi i mirë është se po fillojnë... Do për blerinën mirë. Po edhe ka shumë rëndësishme data 28 janar, kogja vendimarse. Edhe sa ditë pas kanë mbeti, jemi shumë kurioze edhe 8 ditë me po. Edhe 8 ditë. Çka ka me ndodhë tutje te blerina, edhe mbetet për të parë data 28 janar. Okej, tash kalojna tek shenja e gaforës. Nëse në ndrojsa, ka një datë veçantë blerina, ka një datë veçantë, e tash mos po ndronë, po buhet 28 janar. Ndoshta, data 28 janar për binjakët mund të hyjë në funksion shkako që hime edhe në pjesën e ujorëve, pra. Fundi janarit e kap gjithmonë pjesën e ujorëve dhe lidhet goxha shumë me shenjën e binjakëve. Kalojna tek shenja e gaforës. Lajmi i mirë e tregova që po fillojmë me Jupiterin ende në shenjën tuaj. Do të thonë Jupiteri ende po qëndron në shenjën e gaforës.
Megjithatë këtë vit do të jeni ende disi të ngacmuar nga Saturni, një planet që do të filloj një tranzit të veçantë në mesin e shkurtit. Duket sigur angazhimet më të rëndësishme do të përqendrohen në muajin e parë të këtij viti, ose të paktën të që duhet të punoni pak më shumë për të fituar një avantazh, veçanërisht midis shkurtit dhe majit. Për dashuri ka dy periudha pak më të lodhshme. 2 javët e para të janarit, gjatë së cilave i nxis të gjitha çiftet në krizë të braktisin në çdo dyshim dhe gjysma e dytë e prillit, e cila mund të rrezikojë disi një marrëveshje. Pra, paska që janari nuk po dashka sa i përket shenjës së gaforës, janari me i largu gjitha dyshimet edhe me marrë vendime ose për me i qartësu mendimet, do më thonë gjatë pjesës muaj shkurt, pra pasi të kaloj muaj janar. Në këtë vit të ri, ata duhet të rinovojnë një kontrat ose ndoshta të ndryshojnë ekipe ose grupe që cilat ndihen më pak në presion. Marrëdhënie që lindin duhet të jenë të sinqerta, të qarta që nga fillimi, duke shmangur situatat komplekse, ndoshta me njerëz që janë shumë më larg ose shumë më të zënë. Pra kjo ka e gjitha për gaforën, kalojna tek pjesa e luanit. Viti 2026 të gjejmë protagonist. Nëse duam të jemi më të saktë, janari dhe gjysma e parë e shkurtit nuk janë ende spektakolare për ty. Por kjo është vetëm qetësia para shpërthimet. Nga data 17 dhe 18 shkurt, nis realisht sezoni yt, një periudhë e fortë e mbushur me fitore, marrëveshje të suksesshme dhe konfirmime të shumëpritura. Nga Nikoriku do të vijë surpriza më e madhe. Jupiteri nis një tranzit jashtëzakonisht të favorshëm, duke krijuar një lidhje të fortë me Saturnin. Kjo do të thotë jo vetëm fati i shpejt, por edhe stabilitet afatgjatë. Ajo që nis në këtë periudhë dhe ka themele të forta mund të zgjasë më shumë kohë. Por vëmendja kryesore shkon për ata luan që duan të nisin një projekt të ri, të ndryshojnë drejtim ose të guxojnë më shumë. Me pak fjalë, viti 2026 nuk është thjesht një vit i mirë për luanin, është viti ku mund të ndërtohet diçka e madhe, konkrete dhe e qëndrueshme. Pra, kjo ke për pjesën e shenjës së luanit, luani po tregon që edhe gjatë tër vitit, përveç 2 javëve të para që kanë kalu të janarit, nuk kanë qenë shumë në favor të luanit, për ndryshe nga fundi i janarit deri në fund të këtij viti, i gjithë viti do të jetë në favorizim të shenjës së luanit. Qa është kjo reagim për luanin? A ka diçka që do të mendis publiku? Jo, veç luani është paska ma shumë favorizime të shumë tash tek shenja jone dhe po kalojnë atash tek shenja e Virgjëreshës. Lajmi më i mirë i vitit Fokus juve që ka mirë, po dhe fokus gja po flet fjolla. Lajmi më i mirë i vitit 2026 është nga mesi i shkurtit, pra për Virgjëreshat. Janari ka kogja i vështirë për Virgjëreshat, Saturni nuk është më përballë shenjës sate. Kjo do të thotë çlirim nga presione. Zakonisht Virgjëreshat në përgjithësi kanë shumë presion dhe ju duhet pak mu çliru dhe kjo po ndodh ka gjatë javës së parë të muajit shkurt. Kjo tregon se pengesat edhe ndjesia se gjithçka kërkon dyfish energjie për të arritur, do të kalojnë pra gjatë muajit janar. Shumë Virgjëresha u ndjen të lodhura gjatë vitit 2025, shpesh për shkak të vendimeve, dëshirave apo kufizimeve të importuara nga të tjerat. Në vitin 2026, shumica e të lindurve në këtë shenjë kërkojnë edhe në fund e gjejnë një lloj rikthimi moral dhe praktik, me ndryshimin e qartë të ndikimit të Saturnit, që nga pranvera mendimet bëhen më të pasura dhe në drejtim më të sigurt. Prilli rezulton një muaj keq për jetën sentimentale. Po thot për Virgjëresha që ti e di shumë shpesh se mendon tepër dhe i bën vetes shumë pyetje. Gjë që është shumë e vërtetë dhe në krejt e dim që nëse kena njëtën tonë ose në familjen tonë në shenjë, do më thoni person të shenjës Virgjëreshës, e dina që tonë kohën të bën pyetje, tonë kohën është duket si me qenë presion, ose paktën i bën presion vetës së tij. Une Ylbera është presion vllajem, kështu vetvetijo e kam duket që e kam presionin vet kështu. Une ka njëherë bëj hajgare me to i them ti presionin në formën e njeriu, do të thonë çfarë shumë që i bën edhe vetës presion, po edhe personave që janë në rrethin e tij. Okej, me këmbgulje, energji. A unë është se i dojnë senet me qenë gjithmonë në rregull, gjithmonë precize, gjithmonë sakta.
Edhe Për që të arsye, edhe nëse nuk i del, do më thonë, sak që ashtu që ka mendu, masa nena nuk dënë mi kur gjë, dënë me konë gjithë që ka vendin e vetë, edhe për që të arsye, ndoshta janë ma shumë që bojnë presion personat e virgjëreshës. Me këmbgulje, energji dhe forcë të mbrenshme, mund të shkosh larg, marrëveshjet forcohen, kontratat konfirmohen dhe përpjekjet e tua më në fund japin rezultate konkrete. 2026 nuk është thjesht një vit më i mirë për virgjëreshën, është vit i kthesës dhe stabilitetit të shumë pritur. Ma më thonë virgjëreshën këtë vit po e gjej kanë stabilitetin e tyre. Ja, prek, po e gjejshë stabilitetin më në fund. Kështu ashtu ka pak probleme. Realisht ka probleme me stabilitet. Preka, jemi të pajtimi që besoj edhe krejt stafi për këtë punë, se preka nuk po do me dalë shto komplet prek, tu që kus me të pa, ma si po doj me të pa, po për disa i na të komuniku me ty, është të rëndësishme me ta pa edhe... Qa ashtu, ju lutem, shkelqemi merë tash fokus preka të shumë, kush është preka ta mamë. E preka po lyp stabilitet, që prek, stabilitet, fokus, që shke tjetër kontrata 3, marrëvesh, që është shumë mirë, për ndryshe... Janari kaloj dhe bashkë me janari kanë kalu edhe presionet në... Ama presione, fatkeqësisht, nështë ta preka nuk kam e bo ma presion, po unë e kam i bo presion prekës. Në mujë shkurt preka nuk kam e marrë atë presionet që ja jepti. Ti mund është veç me qitë jashtë presionin, po preka veç ku mu distancu se mu largu nga presioni. Preka prape ka atë qëtësinë dhe stabilitetin. Ama më pëlqen qëtësia e virgjëreshave, edhe pse une nuk besoj, nuk e di a pajtosh dhe ti me mu që gogja nervoza janë kështu shenjat e virgjëreshës. Janë shumë nervoza dhe janë drejt për drejt. Amo nëse flasim sa i përket pikpamjes të parë duke shumë njerës qetë, shumë të mirë, që të më thonë, kur gjë nuk i pengon. Peshe Ariani i punës tonë, që është gjithashtu edhe një pozitu të thejtëse, në shef teknik nëse nuk ga bëj, edhe Ariani është duket shumë i qetë kështu, e ka një loj qetësie, po pastaj kur shpërfen një ka ato... Po kam edhe me që jashtë kanë ardhjet që janë virgjëresha dhe kanë këtë farë... Unë jenë drejt për drejt, në kjo mund nga në kjo, fatë mirësisht. Okej, po kaluna ta të pjesa e peshorës. Se përfundum. Mund buduk që e zgjerum gogja shumë këtë pjesën e virgjëreshës, tash po kaluna të pjesa e shenjës tonë, shenja e peshorës. Në vitin 2026 do të përbalësh ju vetëm me ndikime planetare, sfiduse, por edhe me disa persona që vënë në dyshim vlerën dhe aftësitë tua. Kjo do të kërkoj prej teje një qëndrim diplomatik, por të palëkundër. Nuk është koha për lëshime të panevojshme, por as edhe për përplasje të drejt për drejta. Zakonisht po tregon që do të me pas kujdes, mos me pas përplasje drejt për drejta, se januari për neve ka gogja sfidues. Fillimi i vitit veçanërisht 15 ditat e parat janari që kanë kalu, sjellin stres dhe ndjesi presione. Ndoshta e ke vrejtë edhe të që gjatë mujit janar ka pas gogja ma shumë stres dhe ma shumë presion. Edhe janë definu shumë gjëra, shumë qëndrime. Amo po thot që peshorja mund të përjetoj edhe një shpërblim konkret ose një vlerësim të papritur për përpjekjet e tyre në vazhdimsi. Deri në fund të marsit, klima bëhet edhe ma e favorshme dhe gjërat fillojnë të vendosen në drejtimin e duhur. Dhe më thonë edhe për neve ko ka njëjtë si për virgjëreshat. Po, ama peshorët zakonisht njihen për shpërthimet e tyre, sidomos na që jemi tipa temperament, reagojmë shumë e gjërat të tilla, kështu që janë të pritshme, po fjolle pat një pyetje preka, se në po dëgjohet, ta në rritët rroga, tha veç kena kontrata të reja. A ki përgjigje për këto? A lexoj ke diçka të horoskopit? Ma mirë, po kur dalim tek pjesa e peshqeve, e i lidhëm pak ma shumë, mase edhe drejtorit e kena peshk, për ndryshe, po besoj që kur ka kontrata të reja... Preka i ka mirë me peshqit, në ka mirë me ronë, në rrjedhën e vjen që e ka mirë edhe me arbenin, peshqit e dojnë prekën. Preka e kam për qefi. Preka me krejt më duket e ka mirë, veç më artën ka njerë arta, ja prish ata prish ma shumë. Që edhe Benarti, edhe Mirora, edhe Benarti Mirora janë përgjithë, janë shefat të regjisë paradite, kështu që... E qka përdo me thonë këta që në të ardhmën e afërt Preka mund me marë pozitën e shefita? Shpresojmë që do të bëhet me mira, o ne? Për mendimit e mjo. Okej, po kaluna tash tek gjysma e dytë e vitit 2026 për shenjen e peshoreve. Kjo gjysmë e dytë e vitit është dukshëm më e mirë. Energjitë rifreskohen, pengesat e vjetra kalojnë dhe zgjidhen mundësit shtohen edhe më shumë. Gushti spikat si muaj këq. Pasi Venusi drejt për drejt e mbështet shenjen tënde.
Kjo e bën këtë periudhë ideale për martesa, bashkëtesa, ribashkime familjare dhe sqarime në marrëdhënie që kanë mbetur pezull prej kohësh. Vera në tërësi është sina më e favërshme për projektet në qeft, edhe për realizimin e dëshirave që nuk është thjesht është mbajtur, pra realizimi i dëshirave që është mbajtur për një kohë të gjatë për shenjen e peshorës. 2026 nuk është thjesht një vit sfidash për peshorën, por një vit ku të mëson të qëndrosh fort dhe të fitosh aty ku duhet dhe ku të tjerët dyshonin tek te. Do të thonë sfidat për neve shenjat e peshorës, pavarësisht që është viti dhe po quhet si viti ynë, nuk kanë të ndalur, do të thonë na nuk mundem me marrë veç ato të mirat e vitit, por zakonisht do të pas edhe ato pjesën sfiduese. Unë mendoj që këto na vinë se jemi tipa temperament. Reagojmë shumë dhe sfidat i kemi të pashmangshme e kom pa dje një intervistë, do më thonë që është bërë në një televizion ndërkombëtar, ku e ka pyetur moderatorja, pra prezantuesin, dhe i ka thënë musafirin, falni, dhe e ka pyetur duke i thënë se pse gjithmonë pyesin njerëzit pse unë dhe unë po sfidohem. Edhe përgjigja e tij ka qenë që nuk mundesh me qenë edhe karakteri fort edhe mos mu sfidu. Nëse po më kupton, zakonisht karakteret e forta sfidohen gjatë jetës. Po, edhe nëse jemi të peshorja, është edhe një miku jam Fegje, e kena peshore, nuk e përmendu ma herët, po du shtash me përmend, edhe është pësina, i ndjeshëm fjoll, kështët, unë pëlqenjë djemë që janë, domos edhe punëtorë dhe dyshëm Fegje në njëni prej, po ama janë shumë punëtorë, Fegje dhe Drila, i kam shumë për qefi kështu. Për shenjën e peshorës kem të folë. Po, dashëm. Okej, po kalura tek pjesa e shenjës së akrepit. Fillimi i vitit 2026 është relativisht i qetë për akrepin, me Jupiterin që mbështet veprimet dhe zgjedhjet e tua. Ditët e para të janarit, pra do të kenë marrëveshje, pakte të rëndësishme apo edhe lidhje kontratash. Nga fundi i janarit dhe deri në mes të shkurtit mund të shfaqet një rënje e lehtë fizike ose lodhje më e theksuar. Tek pjesa e muajve nga qeshori e deri në fund të këtij viti, qeshori luan një rol kyç, pasi Mërkuri të mbështet fuqishëm gjatë gjithë muajit. Kjo ndihmon për të zhbllokuar projekte të reja. Këshilla kryesore për akrepat në vitin 2026 mund të jetosh me inate, pendesa apo kujtime të shkuarës, por ato duhet t'i largosh. Zemrimi dhe rikthimi pas nuk të ndihmojnë. Nëse ruan qetësinë dhe vepron me zgjuarsi, suksesi do të vijë natyrshëm dhe pa zhurmë. Akrepat janë qetë. Egzona është akrep. Paraqiten si persona qetë, përkundrazi nuk janë as pak persona qetë, janë goxha energjik, edhe na përshtatet shenjës tonë, por që din me ru qetësinë. Kalura tek shenja e shigjetarit, viti 2026 ka me konë pozitivisht që në javët e para, do të ketë energji që të ndihmojnë të shohësh nga larg dhe të veprosh me më shumë besim. Një tjetër moment i rëndësishëm për dashurinë është ajo kur vjen në muajin gosh, pra në pjesën e dytë të vitit, ata që janë tashmë në një lidhje do ta njejnë nevojën për të konfirmuar dhe për të thelluar atë. Ata persona që në lidhje pas kanë me kalu ose në fejes ose në martesë tek shenjën e shigjetarit. Ndërsa çiftet që mendojnë për bashkëtesë do të gjejnë mbështetjen e duhur për të hedhur hapa konkret. Ky është një vit krijues dhe pjellor në çdo kuptim, por duhet menaxhuar sipas nevojave personale dhe me maturim. Mesazhi kryesor për vitin 2026 është i qartë. Mos lër asgjë për gjysmë dhe mos hezito të ndjekësh ambicjet. Shpresoj që ky është viti për të synuar majën dhe mbi të gjitha për të arritur qëllimin që i ke vendosur vetes prej kohësh. Yjet janë në anën tënde. Por suksesi varet nga vendoshmëria dhe veprimi yt. Shpresoj që Vigani u pajtu prej dje me të dashurën e vetë dhe mi dhonë epilog këtë vit çështjes të fejsës, të martesës, qatë që ka vendosë. Okej, kalojna tek pjesa e shenjës. Se jetoni e pasë marru fjolla dhe jetoni është shigjetar, edhe po jetoni është i martum. I martum është edhe prend, po. Okej, kalojna tek pjesa e Britqapit që mos me marrë edhe shumë kohë. Fillimi i vitit është i ngarkum, disi lodhshëm për shenjën e Britqapit, tensione dhe stresi muajve të fundit të vitit 2025 vazhdojnë të ndihen, sidomos në javët e para të janarit. Megjithatë, 15 ditët e para të këtij muajit ka një peshë të veçantë, pasi Dielli, Mërkuri, Venusi dhe Marsi ndodhen njëkohësisht në shenjën tënde. Ajo që të shqetëson më shumë
lidhet me përgjegjësitë e reja. Shëmbretësia për shkak të ambicies së lartë kanë marrë mbi vete bara të rënda, role të reja dhe detyra që kërkojnë më shumë energji. Nësa në pjesën e dytë të vitit 2026, për shenjën e Britsjapit nga Korriku, Jupiteri pushon së ushtruare presion. Kundërti edhe kjo e hap një rrugë për përparim. Mesazhi i vitit 2026 për Britsjapat është i qartë. Lodhja nuk është funde, për prova para shpërblimet. Kush qëndron i fortë dhe i organizuar në fund dal fitues. Pra për pjesën e Britsjapave, po flitet që lodhja dhe gjitha provat do të jenë në fund, pra do të kenë shpërblim për shenjën e Britsjapit. Kalojna tek pjesa e shenjës së ujorit. Viti 2026 nis me një ndjenjë të fortë rebelimit të brendshëm. Dëshira për pavarësi dhe ndryshim nevojitet të bëhet gjithmonë e më e fortë, deri në pikën që për disa ujor lind ideja për të përmbysur gjithçka. Fundi i janarit sjell një gjendje të trazimi emocional dhe mendor. Dielli, Mërkuri, Venusi dhe Marsi bashkohen në shenjën tënde. Rreth datës 28 janar mund të ndodhë diçka e rëndësishme, një ngjarje ose lajm që ndryshon drejtimin e situatave. Pra edhe në këtë pjesën e karakteristikave të përgjithshme për këtë shenjat gjatë vitit 2026 që nga prap pjesa e ujorit mu ka bu goxha e gjatë tani, se është shumë e lodhshme me fol vazhdimisht edhe nga një herë edhe ne, edhe pse jemi moderator, arrim të bëjmë gabime pasi kjo është shumë e natyrshme. Edhe për ujorin, edhe për binjakët që ka shumë e rëndësishme data 28 janar, për këtë arsye do shta me cek. Për djerinën pedina, për shpërzojmë me ndru data. Okej, vitit 2026 për ujorin pas ka potencial me ndryshu rëndësisht, nuk është një vit neutral, ose zgjidh për ujorin. Okej, te ujori jemi ende? Po, te ujori është karakteristika, do me thonë, për tër vitin tek shenja ujorit. Është e rëndësishme që me zgjidh, me qëndru në vend, ose me guxu për mu transformum. Dhe për ujorin, zgjedhja zakonisht është e qartë, duhet gjithmonë të jetë sfiduese. Tek shenja e fundit, do me thonë arrim tek peshqit, qielli i vitit 2026 nis shumë mirë që në fillim. Një nga lehtësimet më të mëdha vjen nga largimi i Saturnit dhe nga shenja jote në mes të shkurtit. Ky planet të ka dhënë forcë, pjekuri, por njëkohësisht të ka lodhur emocionalisht dhe fizikisht. Pranvera sjell suksese dhe konfirmime. Një tjetër moment i fuqishëm vjen në tetor, kur Venusi dhe Mërkuri krijojnë kushtet shumë të vavëshme për pjesën e shenjës së peshkut. Vjeshta sjell zgjedhje të reja, vendime që mund të ndryshojnë drejtimin e jetës. 2026 nuk është thjesht një vit i mirë për peshqit. Është një vit që të kërkon të besosh më shumë tek vetja dhe të ecësh përpara pa u kthyer pas. Kjo ishte e gjitha për gjitha shenjat e horoskopit gjatë vitit 2026. Për to shenjat. Nëse nisim nga peshku, besoj Benart edhe Miror e dëgjut që tha për peshqit, konfirmime të reja, këtu për çfarë konfirmime mbetet me u pa. Miror nësë më duket a pati diçka se? A jeni tu fol, okej, nuk po. Nëse flasim, faleminderit po thonë nga regjia për këto deklarime. Gjithashtu, e përmend do të pra që ka me konë viti, fjolle këna përmend që ka me konë viti fatljum këtë herë jo, po kanë me qenë fatljum peshorët, gaforët edhe? Shigjetarët, okej, të më thonë, Fejgjin që e kom këtu në kamerë, që jam shumë e lumtur që e kom sot, zakonisht ta nuk i kom mëngjes, që qefi jam është me pas në mëngjes. Fejgji është peshore, dhe më duket që është versioni jem veç, është djallë, se kemi njëjtë mënyrën e të mendumit. Punëtor, po, të mirë, po, me të mirat, po. Kështu që e kemi këto të përbashkë, ka me kom viti jonë edhe për fjollë, se fjolla është peshore normal. Peshore tjera nuk kemi, ndërkaq për shkëlqimin, për Drilonin e për Lorentin, që janë dasha, nuk pa diçka të veçanta, po? Jo, veç për ndryshe ke sot ditë e mirë, për me pas komunikim me shoqni, të më thonë komunikimi ka qenë si kyç i gjitha shenja për ditën e sotme. Edhe Driloni komunikimin e ka flok me të gjithë. Driloni është shumë i qatëshëm. Së da mos kër flasim për komunikim, një gjënik se e ka të mirë që e ka të seriositetin e ti edhe e ka një varqasje pak më ndryshe.
Edhe për shëgjetarës për du me folë sa ne për në akuzojnë. Jo, për njës po falni ma mirë. Kështu që me kaqë se për Jo, përmëma. tash ti fule e more pjesën për shokun tënd, është rëndësishme me marrë edhe unë këtë pjesën pak minuta për shokun tënd Viganin, që edhe për Vigani kom qenë një vit shumë i mirë, kështu që komplet shoqënia po shkojna domethënë drejt një viti shumë të suksesshëm si në karrierë, në parë, në dashuri apo edhe në çdo gjë tjetër. Arta minutat janë për ty për dhe për mbylljen e emisionit. Faleminderit shumë Fjolla. Faleminderit të dashur me që ishit. Më falni se pak probleme për mbyll. Faleminderit të dhe juve që na ndoqët, sigurisht është një pjesë goxha interesante për horoskopin, kemi shumë për çka të foljem, kaq po e përfundojmë nga unë për sot mirëmbëjtje.